rreth botës së librit, rreth asaj që të gjithë e dëshirojnë, rreth muzikës. Rreth artit, rreth të së bukurës. Pamje të bukura të vendit tonë. Rreth krijimtarisë. Të gjitha këto bashk në një emision. Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se po takohemi në emisionin më të ri në rreth krijimtarisë në studion e televizionit Fontana. Hyrje për këtë intervistë do të bëjmë me avokatën Shëndrita Muriqi Berisha. Sonte do të trajtojmë çështje me rëndësi të veçantë juridike për shpronësim dhe pasojat e tij ligjore. Për të na ndihmuar që të kuptojmë më mirë këtë proces, kemi kënaqësinë që të bisedojmë me avokatën Shëndrite Muriqi Berisha, e cila ka përvojë të gjerë në çështjen e pronës dhe të drejtave pronësore. Gjatë kësaj interviste do të flasim për bazat ligjore të shpronësimit, të drejtat e pronarëve, procedurat e kompenzimit dhe sfidat që hasim në këtë proces. Zonja Shëndrita, faleminderit që jeni me ne sonte për ta nisur që të na shpjegoni shkurtimisht dhe në mënyrën profesionale se çfarë nënkupton procesi i shpronësimit dhe cilat janë bazat ligjore të cilat e rregullojnë këtë proces. Fillimisht faleminderit për ftesën, është kënaqësi e ime të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit për pjesëmarrjen tënde. Atëherë Shëndrita, do të fillojmë me pyetjen e parë të këtij procesi, ku është se cilat janë sektorët më problematik aktualisht në Kosovë sa i përket procesit ligjor. Jurisprudenca i trajton dy çështje, departamentin civil dhe departamentin e çështjeve penale. Në departamentin civil si çështje problematike janë çështjet pronësore dhe çështjet e punës. Çështjet pronësore si temë aktuale kanë qenë dhe mbeten sfidë në vete, nga se janë të ndërlikuara dhe ky ndërlikim ndikon edhe në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Pavarësisht përpjekjeve të shumta për përmirësimin e kornizës ligjore dhe procedurave administrative, çështjet pronësore mbeten edhe më tutje me pengesa të mëdha për zgjidhjen efektive të këtyre çështjeve. Po, cilat janë sfidat kryesore për këtë çështje? Si sfida kryesore në çështjet pronësore, fillimisht dua të cek se është korniza e ndërlikuar ligjore. Kjo për shkak se legjislacioni pronësor në Kosovë që rregullon këto çështje përbëhet nga ligje të miratuar në periudha të ndryshme kohore, duke filluar nga ato në kohën e komunizmit me ligje nga administrata e UNMIK-ut deri tek ligjet pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Ky diversitet ligjor ka krijuar paqartësi dhe vështirësi në zbatimin e drejtë dhe të unifikuar të së drejtës së pronës. Sfidë tjetër me të cilën po përballemi në praktik është regjistrimi i pronës dhe katastri. Regjistrimi i pronave dhe katastri ende nuk funksionon në mënyrë të plotë dhe të integruar. Mungesa e regjistrave katastral e sidomos pas luftës së fundit në Kosovë me faktin që shumë nga regjistrat e vjetër nuk ekzistojnë dhe të paktën ata regjistra madje edhe ata fetar janë të pak që ekzistojnë, atëherë këto kanë krijuar problematika në identifikimin e saktë të pronarëve të pronave të caktuara dhe të dhënave të sakta për të regjistruar individët në librat e tyre katastrale. Atëherë Shëndrita, të flasim pak se si qëndrojnë të drejtat e grave në raport me këtë çështje pronësore. Edhe pse korniza ligjore i ka të rregulluara barazinë gjinore në raport me drejtat e pronave, gratë edhe sot ballafaqohen me vështirësi në proceset e trashëgimisë dhe në çështje pronësore. Kjo është si pasojë e normave tradicionale dhe mungesës së ndërgjegjësimit për të drejtat e tyre ligjore. Po ashtu do doja të cekja se si sfidë shumë e rëndësi mbetet po ashtu edhe zgjidhja e kërkesave pronësore të lidhura me luftën e fundit
të vitit 98 dhe 99, ku shumë individ pas luftës kanë paraqitur kërkesa për kthimin e pronave të tyre të uzurpuara apo të humbura gjatë dhe pas konfliktit nga autoritetet serbe. Megjithatë, Kuvendi i Republikës së Kosovës në vitin 2016 ka themeluar Agjencinë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për të trajtuar këto kërkesa, por procesi mbetet ende i ngadalshëm dhe i ndërlikuar. Konsideroj se është me rëndësi të ceket si një sfidë në vete edhe ndërgjegjësimi dhe edukimi i qytetarëve në raport me të drejtat e tyre pronësore, nga se shumë qytetarë nuk janë të informuar mjaftueshëm lidhur me procedurat administrative dhe regjistrimin e të drejtave të tyre pronësore dhe mbrojtjen e atyre. Kjo mungesë e informacionit shpesh çon në neglizhencë të pronarëve për regjistrimin e atyre pronave, duke lënë kështu në të ardhmen konflikte të mundshme sa i përket këtyre të drejtave. Shëndrita, vetë pak të kthehemi tek të drejtat e grave në pronësi. A mendon që është duke u plotësuar ky raport mbi të drejtat e tyre në proceset gjyqësore? Siç pohova më herët, ligjërisht është rregulluar mirë dhe konsideroj se është në zhvillim. Ndërsa praktikisht ende jemi në fazat ku ne si avokat praktikisht në rastet e trashëgimisë e marr shembull përpiqemi të vjedisojmë edhe gjininë maskullore, edhe gjininë femërore lidhur me të drejtat e grave në aspektin e çështjeve pronësore, nga se mbitet ende si çështje diskutimi bazuar në traditat tona se a duhet, domethënë vajza ta trashëgojë babain apo i takon pasuria vetëm nga ana e burrit. Konsideroj se duhet të krijohen mekanizma për vjedisimin e qytetarëve në këtë proces, pra të arrihet deri në një nivel ku qytetarët janë të vjedisuar se gratë dhe burrat janë të barabartë në aspektin ligjor sa i përket të drejtave të tyre pronësore. Ju lumt. Si mendoni se është rruga e duhur për zgjedhjen e këtyre sfidave? Për të adresuar këto sfida, konsideroj se duhet të kemi një qasje të integruar, posaçërisht në reformimin dhe unifikimin e kornizës ligjore, nga se harmonizimi i ligjeve mund ta ketë efektin e saj në këtë proces. Po ashtu duhet të bëhet përmirësimi i sistemit katastral, siç e ceka edhe më herët, ka shumë mangësi në libra katastral dhe në regjistra katastral dhe duhet të shtohet fuqia punëtore në aspektin e mbrojtjes së të drejtave pronësore, nga se institucionet duhet të rrisin kapacitetet e tyre për të trajtuar në mënyrë të drejtë dhe efikase çështjet pronësore e posaçërisht rastet lidhur me konfliktin e fundit në Kosovë, siç potencova më herët. Gjithashtu duhet krijohen mekanizma për informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve në mbrojtjen e të drejtave të tyre. A zgjasin shumë këto procedura në gjykatë, pra këto çështjet pronësore? Patjetër që po, kontestet e çështjeve pronësore zgjasin për shkak të mbi ngarkesës së gjykatave, pastaj procedurat janë të ndërlikuara dhe shpesh edhe mungesa e resurseve. Rastet e çështjeve pronësore në gjykata themelore zgjasin 2 deri në 5 vite. Kjo për shkak të ndërlikimit të rasteve, shpesh herë ndikon edhe numri i madh i palëve si dhe mungesa e provave dhe të mjaftueshme për një proces sa më të drejtë. Për të përshpejtuar procesin, rekomandohet që fillimisht padia të jetë e iniciuar mirë dhe të jetë rregulluar në aspektin ligjor, kjo bëhet nga ana e avokatit gjithsesi, e po ashtu mundësia e ndërmjetësimit është një mundësi e mirë që mund të ndikojë në kryerjen më të shpejtë në afate ligjore të këtyre proceseve. Me tutje në gjykatën e shkallës së 2 dhe në gjykatën e shkallës së 3 ka ngarkesa shumë të mëdha të lëndeve, nga se i përfshin lëndet nga gjithë territori i Kosovës dhe në këto faza çështjet pronësore zgjasin edhe 2 e më shumë vite të tjera. Por me qenë se kjo nuk është temë e diskutimit, mund të them se po zgjasin si procese. Zgjasin. Cilat janë fushat kryesore dhe ligjore të cilat trajton avokatura juaj, pra Muriqi, Berisha, dhe cilat janë çështjet më të shpeshta të cilat përballeni në praktikën tuaj gjatë punës?
Ne si avokatur kemi një ekip ku i trajtojmë çështjet penale, civile, administrative dhe tregtare, por kryesisht jemi të orientuar në çështjet pronësore, siç e potencuam edhe më herët, në rregullimin e pronave, legalizimin e pronave, zgjidhjen e mosmarrveshjeve, në qoftë realizimin e një të drejte pronësore, pretendimin për një të drejtë pronësore, kontestet e servituteve, pastaj pashpronësi, kemi edhe raste të tjera po ashtu edhe rastet e shpronësimeve ose ekspropriimit që nënkupton marrjen e pronës nga shteti, pronës private nga shteti për interes të përgjithshëm publik. Si janë të informuar qytetarët lidhur me proceset gjyqësore dhe a mendon që janë mjaftueshëm të informuar për këto procese? Pasi që ata kërkojnë punë të shpejtë dhe s'besoj që i dashur të kenë ndoshta informime. Realisht, qytetarët nuk janë të informuar shumë për proceset gjyqësore dhe shpesh ndodh që ata as nuk i marrin informacionet e duara nga avokati dhe nuk e dinë se çfarë padije kanë iniciuar. Së fundi mund të cek një rast ku një palë i është drejtuar zyrës tonë për konsult, nga se njëjti para 3 vitesh kishte paraqitur kishte iniciuar përmes një avokati tjetër një lëndë për kompenzimin e shumës në rastin e shpronësimit dhe pas konsultimit me ne ai u habet me faktin që ne potencuam se në gjykat këto raste përfundohen brenda një periudhe 2 vjeçare, nga se procedura është procedurë jo kontestimore dhe pasi ne diskutuam këtë çështje dhe u informuam për padinë që i kishte iniciuar pala në gjykat, i njëjti na shpjegoi që nuk ka komunikuar sa duhet me avokatin dhe nuk ka pasur një uri se çfarë procedure ka iniciuar. Dhe pasi ne konsultuam atë padi, e vërejtëm që ka pas një padi detyrimi në procedurë kontestimore dhe jo një propozim në procedurë jo kontestimore, për çka ka qenë edhe shkaku që rrjedha e procedurës ka shkuar në atë mënyrë që ajo lëndë nuk është trajtuar me prioritet dhe ka marrë shumë kohë për të hyrë në zhvillim. Në rregull, të ndalemi më gjithsesi tek procedura e shpronësimit. Si janë të rregulluara këto procedura në Kosovë? Procedurat e shpronësimit përfshin procedurën siç e ceka edhe më herët, procedurën e marrjes së pronës private nga shteti për interes të përgjithshëm. Kjo procedurë është e rregulluar me ligjin për shpronësimin e pronës së palojshme. Procesi nis me një vendim të shpronësimit nga qeveria apo komuna, varësisht nëse kemi të bëjmë me një nivel lokal ose regional, pastaj duhet të shpaloset projekti dhe të paraqitet interes i sakt për interes i sakt publik, për të mos e lejuar që të devijoj projekti për çka është nisur, duhet të bëhet konsultimi i vazhdueshëm dhe njoftimi i pronarëve të atyre pronave dhe më pas bëhet edhe vlerësimi nga ekspertë të licencuar, të cilët janë të thirrur për të bërë vlerësimin duke u bazuar në vlerat reale të tregut. Atëherë, cili është roli i avokatit gjatë procesit të shpronësimit, sidomos kur mendohet mbrojtja e të drejtave të klientëve? Roli i avokatit në procesin e shpronësimit është shumë i madh, nga se me një avokat një palë mund ta përcjellë procedurën e shpronësimit qysh në fazën fillestare në aspektin administrativ e deri tek kompenzimi sa më i drejtë dhe më real. Ne kemi për obligim ta përfaqësojmë klientin në të gjitha fazat deri tek negociatat dhe ofrimi i vlerës së duhur të asaj prone. Nëse kompenzimi nuk është adekuat, atëherë ne i drejtohemi organeve kompetente dhe gjithmonë përgatitemi që të nxjerrim më të mirën dhe vlerësimin sa më real të pronës së klientit. Është me rëndësi të ceket që shpesh në procedurat e shpronësimit ka raste kur objekti që është objekt shpronësimi, pozicioni i pronave ka një pjertësi ose një lartësi caktuar ose domethënë prona e paraparë për shpronësim kalon në mes të një shtëpie, duhet pasur shumë kujdes në këto raste, nga se mund të shkaktohet dëm edhe në pjesën tjetër të pronës, e cila nuk është objekt fare i shpronësimit. Kështu që ligjërisht ne përpiqemi dhe japim maksimumin që qytetarët të kompenzohen edhe për pjesën tjetër të pronës, të cilës i shkaktohet humbja e vlerës ose rrezikohet nga shembja ose ndryshimi i vlerës aktuale.
Çfarë procedurash duhet të ndiqen nga organet publike për ta siguruar transparencën dhe drejtësinë gjatë shpronësimit? Vlerësimi i tregut, vlerësimi i pronës në Kosovë bëhet mbi parimin e tregut të lirë. Duhet, siç thash edhe më herët, komisioni duhet të themelohet një komision i cili themelohet nga ministria dhe duhet të bëjë një analizë çmimin e tregut, gjendjen dhe karakteristikat e pronës, përdorimin aktual dhe potencialin zhvillimor që ka ajo pronë, duke marrë parasysh se ka dallime të konsiderueshme edhe tek pronat, dallon klasa e pronës ose destinimi, për shembull toka bujqësore dallon me tokën ndërtimore ku mund të krijohet një afarizëm. Dhe pastaj edhe duhet të krijohen raporte me ekspert pavarur edhe vlerësime nga ekspert të certifikuar në këtë drejtim. Është me rëndësi të ceket po ashtu në këto procese se nëse një qytetar konsideron se shuma nuk reflekton vlerën e drejtë të pronës, ai ka mundësi praktikisht të pranoj shumën që ja ka ofruar domethënë ministria për shpronësimin e asaj prone, por në të njëjtën kohë të vazhdoj procedurën për kompenzimin e diferencës saj pjese të pronës që ka mbetur ende pa u kompenzuar. Atëherë, si bëhet vlerësimi i një prone nga shteti, pra si përcaktohet vlera që duhet të kompenzohet për shpronësim? Vlerësimi i një prone nga shteti bëhet duke u bazuar gjithmonë në ligjin për shpronësimin e pronës së palojshme nga eksperta angazhuar nga ministria, të cilët duhet të bazohen në disa kritere. Fillimisht është çmimi real i tregut, që është një element shumë i rëndësishëm, nga se vlerësimi i shumës së kompenzimit për shpronësim bëhet me shumën reale të tregut në momentin e shpronësimit, pra jo në momentin kur pala sa ka kushtuar ose çfarë çmimi ka pasur prona që e ka bler, por në momentin që po ndodh procedura e shpronësimit. Pastaj është gjendja dhe karakteristikat e pronës, vendodhja e pronës, madhësia e pronës, elemente tjera siç i theka më herët, për shembull nëse ka ndërtim ose diçka tjetër, përdorimi aktual edhe potenciali zhvillimor, për shembull nëse ka një pronë ndërtimore ose nëse është tokë bujqësore, kjo dallon në aspektin e vlerësimit, si dhe duhet të kenë ekspertë të licencuar, të cilët duhet të bëjnë një vlerësim real të tregut. Pastaj pronari nëse nuk pranohet me këtë vlerësim, atëherë ai mund të inicojë procedurën në gjykatë. Është me rëndësi po ashtu të ceket se tek procedurat e shpronësimit, nëse një person, individ konsideron se vlerat të cilën e ka ofruar ministria në bazë të ekspertizës e bërë nga ekspertët e specializuar nuk korrespondon me vlerën reale të tregut që gjendet në atë zonë ose vlerën që ai konsideron që ka pronë atij, ai mund të pranoj shumën, praktikisht mund të pranoj shumën që ka ofruar ministria, por në të njëjtën kohë mund të inicojë procedurë jo kontestimore me propozim në gjykatën themelore me kompetencë territoriale ku gjendet palojshmëria dhe të vazhdoj të kërkoj diferencën që ai konsideron se është shumë adekuate për kompenzimin e asaj prune. Pastaj gjykata nëse e vlerëson me ekspert të pavarur gjyqësor se ajo pronë ka një shumë tjetër ekuivalente me vlerën e asaj toke, atëherë ajo mund të nxjerrë një vendim me të cilin ofrohet dhe vendoset shuma e saktë që përputhet me vlerën reale të tregut të asaj prone. Shëndrita, çfarë procedurash duhet të ndiqen nga organet publike për ta siguruar transparencën dhe drejtësinë gjatë shpronësimit? Organet publike duhet patjetër të ndjekin disa procedura, nga se çdo devijim i këtyre procedurave e cenon të drejtat pronësore dhe mund të çojë edhe në pasojë ligjore edhe për organet publike. Praktikisht ata duhet të bëjnë një shpallje me vendim, fillimisht i njoftojnë pronarët e më pas nxjerrin në vendimin preliminar, me të cilin njoftohen pronarët lidhur me pjesën e pronës në të cilën ka shpallë, domethënë shteti interes për shpronësim. Më pas duhet të bëhet njoftimi i pronarët dhe konsultimi me ta, gjithmonë duke siguruar transparencë dhe për të qenë procesi sa më i drejtë. Natyrisht, pastaj duhet të bëhet vlerësimi i pronës nga ekspertët e pavarur, duke ju përshtatur vlerës reale të tregut dhe duhet jepet oferta sa më e drejtë dhe me njëhershme që të kompenzohet ajo pronë. Po ashtu, qytetarët e
kanë mundësinë e ankesës, qoftë se konsiderojnë se procedura e shpronësimit nuk është zhvilluar sipas dispozitave ligjore, qoftë edhe për shumën e kompenzimit siç e deklaruam më herët. Në rregull, cilat masa ligjore mund të merren për ta parandaluar shfrytëzimin e tepruar të shpronësimit nga ana e autoriteteve publike? Mendoj që për të parandaluar shfrytëzimin e tepërt në këto procedura nga autoritetet publike, duhet të krijohen mekanizma mbikëqyrës, duhet që siç e thashë edhe më herët, shpronësimi dhe procedura e shpronësimit gjithmonë është e lejuar kur ka një interes të përgjithshëm publik. Duhet të kenë mekanizma mbikëqyrës të cilat do të vërtetojnë sakt interesin publik dhe të mos ketë devijime në të ardhmen ose për interesa të individëve të caktuar që janë thirrur për të përfaqësuar organin publik ose ndonjë interes tjetër jashtë asaj për çka paraqitet. Pastaj pronari ka të drejtë ta mbikëqyrë procedurën, ka të drejtë ta kontestoj edhe shpronësimin në gjykatë dhe nëse konsideron se është shpronësim i kundërligjshëm dhe i te ka lënë predispozitat për çka është ka filluar si procedurë, atëherë natyrisht që gjykata mund të nxjerrë vendim në favor të pronarit dhe ta anulojë në tërësi procedurën e shpronësimit. Pastaj duhet të jetë edhe vlerësimi i drejtë, adekuat për të shmangur manipulimin e vlerës, sa më i plot i menjëhershëm, siç thash gjithmonë duke reflektuar vlerat e tregut dhe dëmet e mundshme. Po ashtu, për të shmangur hapësirat e keqpërdorimit, mendoj që duhet të ekzistojnë mekanizma të cilet e mbikëqyrin procedurën e shpronësimit. Në qoftë se gjithë këto masa zbatohen rreptësisht, atëherë edhe rreziku i shpronësimeve të padrejta minimalizohet dhe të drejtat e pronarëve, duke pas parasysh se drejta e pronës është e mbrojtur edhe me kushtetut, madje edhe me konventin evropiane, mund të realizohen në mënyrën e duhur. Atëherë, Shëndrita Kate, pasi që kemi arritur edhe në fund të kësaj interviste shumë adekvate dhe aktuale, diçka për përmbyllje të intervistës? Për në një proces të tillë kaq kompleks i shpronësimi, është thelbësore që qytetarët të jenë të informuar për të drejtat e tyre dhe të mbrojnë të drejtat e tyre të pronës. Shpronësimi nuk duhet të konsiderohet si një proces i pakontestueshëm, por si një drejtë që duhet të trajtohet me transparencë dhe drejtësi. Çdo pronar ka të drejtë të kërkojë kompenzimin e drejtë, të plotë dhe të sfidojë çdo vendim që cënon interesat e tij. Në zyrën tonë, ne si avokatur jemi të përkushtuar të mbrojmë interesat e klientëve tonë me profesionalizëm dhe përpikmëri të saktë, përpiqemi që të mbrojmë gjithmonë interesat e klientëve tonë dhe në çështjet pronësore si çështje shumë të ndihshme, nga se e drejta pronës ne e dimë që krijon një farë lidhje emocionale të pronarit me pronën e tij, kështu që është një çështje që duhet trajtohet me shumë kujdes, dhe për neve nuk mbetet vetëm një proces ligjor që duhet trajtohet, por është edhe një sfidë në mbrojtjen e integritetit personal të klientëve tonë. Kështu që ne përpiqemi të ofrojmë një ekspertizë të specializuar në aspektin e çështjeve pronësore, duke filluar nga çështjet e mbrojtjes së drejtës pronësisë e deri tek shpronësimet dhe kompenzimi i duhur i pronarëve. Faleminderit shumë. Nderuar avokatët, përshëndes dhe faleminderit shumë për kohën tënde. Faleminderit për të gjitha sqarimet dhe përgjigjet profesionale në këtë lami. Faleminderit shumë për kohën tënde. Kënaqësia është ime. Të dashur shikues, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe miru takofshim në edicionet të radhës.